se përpjekja jonë apo denoncimi ynë shkon në sintoni dhe në paralel me denoncimin e mediave më serioze ndërkombëtare, të cilat nga viti 2017 gjërë sot, në 10 artikuj, dokumentar, analiza, kanë shpallur Shqipërinë në narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, mbasi Shqipëria, si pas të dhanave të Organizatës Kombeve të Bashkuara, është eksportuesi numër 1 i kanabisit në Europë, dhe Shqipëria sot, klanet e drogës, klanet shqiptare të drogës të lidhura me kartelet narkoterroriste të Amerikës Latine, kontrollojnë gjërësisht tregun europian të kokainës, përcaktojnë çmimet e saj. Në rast se ju dëgjuat apo lexuat për shëndetjet që sekretari i shtetit Rubio dhe vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dërguan me rastin e festës, dje me rastin e festës pavarësisë, konstatoni se në mesazhet e tyre problem madhor shtrohet lufta kundër karteleve të drogës, organizatave kriminale, karteleve të drogës dhe bashkëpunëtorëve të tyre, të cilët në Shqipëri janë duke filluar nga kreu i qeverisë dhe vazhdim më poshtë. Po në këtë asamble të CDI, unë pata nderin të zgjidhem zëvendës presidenti kësaj organizate, gjë që përbën një vlerësim shumë të madh për Partinë Demokratike, opozitën shqiptare, një mbështetje për opozitën shqiptare në betejën kundër narkoshtetit. Por, përveç kësaj, super skandali Rama Balluku ka marrë për masa të papara, të dashur miq, për herë të parë në historinë e Europës, për herë të parë në historinë e vendeve të lira, një kryeministër pa ditë gjykatën që pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrën Hajdute, pa ditë në gjykatë kushtetuese. Nuk ka ndodhur kurrë. Edi Rama u tha shqiptarëve se pezullimi nuk ka ndodhur ndonjëherë në Europë. E vërteta është që pezullimi nuk është i shpesh në Europë, sepse në Europë sapo ngrihet një akuzë, i akuzuari jep dorëheqjen dhe pret sqarimin nga drejtësia të problemit. Kurse në Shqipëri, jo vetëm që nuk jep dorëheqjen, por merr mbështetjen e kryeministrit për të paditur në gjykatë kushtetuese. Pra në gjykatë kushtetuese nuk shkoi Belinda Balluku e pezulluara, por në gjykatë kushtetuese shkoi Edi Rama dhe në mënyrë absolute, jo tashmë për vlerësimet apo sentimentet që ka ndaj Ballukut, po të fund e krye për shkak të problemit madhor të vetë, se ai është bashkautor në këto vjedhje të mëdha, është ai që dërgoi Ballukun në Ankara dhe takoi kompanitë turke të cilat morën 50 milion euro më shumë për tunelin e Llogaras, se sa kompania që de facto ndërtoi tunelin, që paraqiti një ofertë 50 milion euro më të lirë. Pra, kemi një kalëbzim, kemi një shkërmoqje, kemi një rrokullisje të pashpresë të regjimit narkoshtetit. Ndërkohë, Partia Demokratike ka filluar analizën e saj pas
këtyre proceseve që ndodhen pas publikimit të raportit përfundimtar të ODIHR-it dhe rezolutës së miratuar në São Paulo të Brazilit nga CDA.